Procesi gjyqësor ndaj liderëve të UÇK-s në Hagë mund të marrë një kthes të papritur pas shfaqjes së dëshmive të reja që sfidojnë narrativën e prokurorisë. Azgan Haklaj ka thënë në një emision televiziv se ai zbuloi një dëshmi tejet prekse të nënës serbe Rusha Drashić. Në deklaratën e saj, Drashić rrëfen se si UÇK-ja jo vetëm që nuk kreu krime ndaj familjes së saj, por i shpëtoi 2 djemtë e saj të cilët ishin marrë me dhunë nga ushtria e Miloševićit për të luftuar në Kosovë. Ata djemtë e UÇK-s i mbrojtën shtëpitë e tyre, ndërsa Miloševići erdhi e mimori djemtë me dhunë. Fal Zotit dhe ushtrisë çlirimtare, ata sot jetojnë të lirë në Gjermani, citon Haklaj të ketë thënë nëna serbe në deklaratën e saj. Kjo dëshmi konsiderohet si një provë e fortë që përmbys akuzat për ndërmarrje të përbashkët kriminale ndaj krerëve të UÇK-s në Hagë. Në vazhdim biseda mori një notë personale ku Haklaj ndau kujtime nga njohjet e tij me figurat ikonike të UÇK-s, përfshirë komandantin legjendar Adem Jashari dhe heroin Agim Ramadani. Ai recitoi vargje të shkruara nga Ramadani para rënies së tij në betejë, duke zbuluar shpirtin e një artisti dhe patrioti që ishte i vetëdijshëm për sakrificën sublime që po bënte për lirinë e dheut. Këto kujtime theksojnë dimensionin njerëzor dhe idealist të luftës së UÇK-s, duke kundërvënë atë me akuzat e ngritura në Hagë.